Pellazgët shtriheshin në Thesali, Epir, në Maqedoni, në Itali dhe madje edhe në Trojë. Por kush ishin vërtet dhe pse nuk dim pothuajse asgjë për ta? Një nga misteret më të mëdha të Pellazgëve është gjua e tyre. Nuk kemi asnjë dokument të shkruar nga vetë Pellazgët. Gjithçka që dim vjen nga të tjerët që folën për ta. Mendohet se gjua e tyre ishte një formë e ershme e shqipes, të tjerë lidhin me gjuhë të zhdukura indo-evropiane. Studiuesit janë përpjekur të nxjerrin gjuhën e tyre nga fjalët e përmendura në shkrimet e lashta apo nga toponimet dhe etnonimet që mbijetojnë në rajon. Disa lingvistik dhe albanolog, si Nermin Vlora Falaski, argumentojnë se shqipja është vazhdimësi e drejt për drejt e gjuhës pellazge, duke bazuar në ngjashmëri fonetike dhe strukturore. Në këtë kuadër, ajo që sot quajmë shqip, është gjua më e vjetër e Evropës, dhe kjo do të thotë se shqiptarët e sotëm janë trashëgimtarët më të drejt për drejt të pellazgëve. Nermin Vlora Falaski ishte një albanologe dhe diplomate shqiptare me famë ndërkombëtare dhe në veprat e saj citon se shqiptarët janë populli më i vjetër i Evropës, ata janë trashëgimtarët e drejt për drejt të pellazgëve, të cilët flisnin një gjuhë që sot është ruajtur vetëm nga shqipja. Shqipja nuk është bie ndonjë gjuhe, por është nëna e shumë gjuhëve të tjera. Qëndrim të njëjtë mban dhe albanologu Matthew Aref, i cili ka argumentuar se gjuha shqipe mund të ndihmojë në deshifrimin e mbishkrimeve të lashta, duke sugjeruar një vazhdimsi gjuhësore nga pellazgët te shqiptarët. Matthew Aref u lind në Kairo të Egjiptit, nga një familje shqiptare me origjinë nga Mati. Me doktorat në Sorbonne për historinë e qytetërimeve të lashta, ai ia kushtoi jetën një ide të guximshme, se gjuha shqipe është çelësi për të deshifruar gjuhët më të vjetra të Evropës. Në veprat e tij, Aref e quan shqipen një fosile të gjallë, që ruan gjurmët e gjuhës pellazge. Ai sfidon teoritë e pranuara, duke argumentuar se shqiptarët janë pasardhësit e drejt për drejt të pellazgëve dhe se trashëgimia e tyre gjuhësore e kulturore është shumë më e madhe se sa pranohet zyrtarisht.